Aksidenti fatal i mori jetën përcillet mes lotëve 45 vjeçaria shqiptare në Itali. Zëri i saj i thyer nga lotët teksa kujton nënën e saj nga foltoria me një komunitet të tërë që e përqafon. Ajo ishte gjithmonë e disponueshme për të gjithë duke filluar nga ne. Një nënë e jashtëzakonshme, nuk mund ta besoj se ajo ka ikur. Alesia është vajza e Dorina Bardhi, 45 vjeçares nga Albignano, e cila humbi jetën në 7 prill në një aksident të frikshëm në Casanese. Pranë saj ishte vajza tjetër 9 vjeçare, ende e shtruar në spitalin Papa Giovanni në Bergamo për shkak të pasojave të përplasjes kokë më kokë me një kamion. Sot në mëngjes, kisha dhe obori kishës ishin mbushur plot për lamtumirën e fundit të gruas. Famultari Don Angelo Tagliabue kujtoi njerëzillëkun e saj, gatishmërinë e saj për të ndihmuar gjithmonë të tjerët, dhe kryebashkiaku Francesco de Gregorio shpreson se një trashëgimni kaq e rëndësishme do të mblidhet nga të gjithë. Mbledhja e fondeve për të ndihmuar familjen ku bashkëshorti mbeti vetëm me 3 vajza, i gjithë Trucazano është e mobilizuar për mbledhjen e fondeve të nisura nga Alesia pas tragjedisë. Solidariteti nuk ndalet. Sot është një ditë tjetër zije dhe zemërthyerje për një jetë të thyer në një çast pa arsye, tha ai.